faleminderit shumë që ka ardhur. Kjo është mënyra se si shkruhet në kodin Braille që në 1904. Ermali është mish pesa. Në rregull? R-ja është mish 2 3 5. Moja Mish 3 4. Mish 2 3 3 4. 4. Okej. Wow. A, shkronja A, Po? A? vetëm mish. Dhe shkronja L, L. mish 2 3. Wow. Okej, që tani? Kështu shkruhet emri Ermali. Wow. Këtë shumë të... Tani shkojmë në studio që lexojmë një libër. Thank you. Dhe bota dukej sikur rinte varur në hapësirë, si një ishull që lundronte mbi hiçin, ankoruar rrëz këmbëve të tij. Trupi i tij harkohej drejt qiellit. Ishte një trup i gjatë, i shkathët, me muskuj. Dhe dukej sikur ishte tërë cepa, kënde, vija të drejta të përthyera. Por rinte pa lëvizur, i ngrirë, me krahët që i vareshin anash, me pëllëm të hapura jashtë. I bashkohet nis mëson për të pasuruar bibliotekën e audio për nxënësit që nuk shikojnë, Ermal Mamaqi. Dhuro dhe ti zërin për nxënësit që nuk shikojnë.